analize, çka synon me tregu dhe cilat janë gjetjet kryesore? Faleminderit. Kjo analizë rrjedh nga, siç u potencua në kuadër të projektit të financuar nga Fondi për Ballkanin Perëndimor, rrjedh nga një sër aktivitetesh të organizuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi së bashku me organizatat partnere në zbatim të këtij projekti, që janë Qendra për Studimet e Demokracisë dhe Qeverisjes me qendër në Tiranë dhe Qendra për Gazetari Hulumtuese në qendër në Shkup. Së bashku me këto tri organizata, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka organizuar disa tryeza, një në Tiranë, pastaj në Prishtinë dhe në Shkup, ku pjesëmarrës të ndryshëm të këtyre tryezave kanë qenë përfaqësues nga institucionet publike, shoqëria civile dhe aktorë tjerë relevant. Dhe në temë diskutimi e këtyre tryezave kanë qenë procesi i integrimeve evropiane me fokus në grup kapitujt ne parimet themelor, apo si quhet në zhargonin e integrimeve evropiane Cluster 1. Dhe si rrjedhoj e këtyre diskutimeve ku kryesisht janë fokusuar në gjetjet aktuale të raporteve të për vendin të Komisionit Evropian për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë, si dhe puna e këtyre tri organizatave ka rezultuar me një snapshot analitik i cili paraqet një gjendje mund të themi reale se ku ndodhen këto tri vende në procesin e integrimeve evropiane. Do thotë, analiza paraqet përveç raporteve të progresit, siç janë quajtur, apo raporteve për vendin të Komisionit Evropian, paraqet edhe punën që këto tri organizata e kanë në fokusin e tyre apo në mandatin e tyre, dhe analiza tjera që rrjedhin, diskutimet që janë bërë në kuadër të tryezave të organizuara. Dhe gjetjet kryesore në të gjithë indikatorët e grup kapitujve ne, gjetjet kryesore janë që Shqipëria është vendi më i avancuar në procesin e integrimeve evropiane. Do thotë në indikatorët e sundimit e ligjit, luftës kundër korrupsionit, funksionimit të institucioneve demokratike, administratës publike, të drejtat themelore, Shqipëria është vendi më i avancuar në këtë proces. Por në përgjithësi, Shqipëria është më e avancuar se Maqedonia dhe Kosova, pasi që ka hapur të gjithë kapitujt dhe është duke negociuar të gjithë kapitujt dhe ka themeluar një infrastrukturë institucionale të mirëfillt për negocimin e integrimeve, procesit e integrimeve evropiane dhe negocimin e këtyre kapitujve. Normal, edhe Shqipënia ballafaqohet me disa sfida, edhe Shqipëria, sikur se edhe Maqedonia Veriut dhe Kosova, ka një kornizë ligjore bukur të avancuar. Mirë po, kjo kornizë ligjore në mos të madhe ende nuk është e testuar në praktik dhe nuk ka një track record të mirëfillt në zbatimin e kësaj kornize ligjore në përgjithësi në grup kapitujt e ne. Shqipëria është qenë nga viti 2014 kandidate për integrime evropiane dhe në fund në vitin 2024, pasi që është vendosur që të hiqet nga ajo të bëhet një proces që quhet decoupling, të hiqet nga paketa me Maqedoninë dhe të vlerësohen shtetet individualisht në procesin e integrimeve evropiane dhe në fund të vitit 2025 ka hapur të gjithë kapitujt në procesin e integrimeve evropiane. Për ndallim nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, edhe pse ka qenë vendi që ka qenë më i avancuar, më i përgatituri për procesin e integrimeve evropiane, dhe nga vendet që kanë mbetur në këtë proces që janë kandidate,
është vendi i parë që e ka arrit statusin e vendit kandidat në vitin e 2025, për shkaqe të ndryshme, qofshin të jashtme apo dhe të brendshme, ende mbetet pa hapur asnjë kapitull në procesin e integrimeve evropiane. Për dallim nga këto dy vende, Kosova është vendi më i hershëm apo më i vëndshëm në procesin e integrimeve evropiane. Kosova ka aplikuar në vitin 2022 për statusin e vendit kandidat, mirë po as nuk është përfshirë në procesin e screening dhe as nuk i është bërë ditur se çfarë ka ndodhur me këtë aplikim. Dhe në të gjithë indikatorët e grup kapitujve, Kosova qëndron mbrapa të dy vendeve, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, dhe ka një track record në sektorin e drejtësisë më të kushtimisht më thonë më të keqin për të gjitha vendeve në këtë proces. Faleminderit për këtë fillim, do të kthehemi te çështjet më konkrete. Kisha dashur me vazhdu zonja Romaj me zotin Sejdiu, ta shohim nga ana e institucioneve. Një prej çështjeve që është trajtuar dhe trajtohet vazhdimisht është administrata publike. Atëherë të shohim një këndvështrim institucional në këtë rast zoti Sejdiu prej perspektivës së reformës në administratën publike. Sa reflektojnë gjetjet, realitetin në Kosovë? Ne do të falenderoj për ftesën dhe mundësinë. Mendoj që një forum i tillë i diskutimit, një debat i hapur, sikur na mundson gjithë edhe si shoqëri, sikur të eliminojmë disa paqartësi që mund të kemi edhe në kontekst të integrimeve evropiane. Nëse nisemi nga fjala e fundit, cilën e tha që marrin kuptimin e një leximit në vlerësimit të raporteve që bëhet për vendet e Ballkanit Perëndimor, sigurisht pas fasa aplikimit Kosova është në vendi i fundit, po sigurisht në fushën e rendit sundimit ligjit apo të fushës e drejtësisë. Por nëse fillojmë bëjmë një filloj përmbledhje dhe themi se Kosova është në fundit pa bërë kësi lloj ndarjesh në mes të si thush fushave, i bie që Kosova me të vërtetë është keq në secilën nga fushat. Por në kuptim të vlerësimit që është bërë reforma në administratën publike, pra nga një mekanizëm ndërkombëtar i cili është të jetë kredibil, me një përvojë të madhe sa i përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, se si ato ecin, është Sigma OECD, e cila bën një vlerësim dhe një matje të përhershme për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, se ku janë ato, çfarë trendi po lëvizin dhe ku janë vështirësitë kryesore. Nëse shohim vlerësimin e fundit të bërë në vitin 2024, Kosova arrin të ketë performancën më të mirë në 5 nga 6 fushat kryesore të reformës në administratën publike me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nëse do të bëjmë një krahasim në kuptimin se çu kemi qenë ndër vite, në një aspekt do në vitin 2021 Kosova renditet e fundit edhe në kapitullin në pjesën për administratën publike. Pra 2.4 ka qenë vlerësimi më i ulët ndonjëherë që i është dhënë Kosovës. Madje ka qenë edhe më i ulët se sa vlerësimi para prak vitit 2017 që është 2.6 për Kosovën. Ndërka që nga vitit 2021 edhe në vitin 2024, pjesa reformat që shteti provon të ndërmarrë e të projektoj, ne kemi pas këtë rritje signifikante. Pra, në fushën e përmirësimit dhe planifikimit të politikave, qeverisjes në shumë nivele, transparencës e llogaridhënies institucionale, menaxhimit të financave publike, kontrollet e brendshëm dhe auditimit, Kosova varion nga 60 deri në 80 pikë nga 100 të mundshme, duke lënë mbrapa të gjitha shtetet tjera që as për sa afër nuk i ofrojnë këtij niveli të vlerësimit. Tash, sa kjo e reflekton realitetin e Kosovës kuadër të këtij vlerësimi. Unë besoj fuqishëm që një organizatë e tillë siç është Sigma, me këtë përvojë të madhe, dhe duke qenë një mekanizëm i vetë besi bën matje për vendet e Ballkanit Perëndimor, që për vendet kandidate dhe ato kandidate potenciale, nga viti 2015 e ka vendosur pikërisht administratën publike një nga kriteret bazë për vendet që dëshirojnë të integrohen në BE. Andaj edhe matja aty është bukur shumë komplekse. Është bukur shumë e vështirë saqë po të punosh në administratë e kupton se sa punën e ke në relacion me Sigma. Fillimisht është çështja e pyetjeve që bëhet në kuptim të ekzistimit të një kornize ligjore, të një kornize strategjike, procesi i validimit që për ta shumë e rëndësishme nëse ato janë, pastaj çështje tjetër është intervistimi me secilin prej këtyre dhe në fund ditës një raport që del nga Sigma nuk guxon të kaloj këto